Përshëndetje. Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vet. U thanë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u duk se zhurma triumfoi mbi realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larg qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike, të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi i prerjeve barbare të pyjeve, i gjuetisë, së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtje natyrën, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetër. Prandaj, unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta, përkundrazi. Ata më kujtojnë dhe duhet na kujtojnë se zhvillimi nuk mund të jetë kurrë një justifikim për të harruar atë që na është besuar nga e shkuara dhe që duhet t'u dorëzojmë më të mirë brezave që i përkasin të ardhmes. A do thot kjo se ne kemi bërë gjithçka si duhet përderisa indeksi na ngre kaq lart? Sigurisht që jo. Sigurisht që jo, sepse kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira, e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë të drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Prandaj, ky raport nuk është një medalje për t'u vetkënaqur dhe as për t'ja u përplasur në fytyrë atyre që mendojnë ndryshe nga unë, por është një përgjegjësi shumë e madhe dhe një kujtesë se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt kur është e nevojshme dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, ama duke mos i harruar kur faktet. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes
ekonomisë dhe mjedisit dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe faktet. Dhe nëse sot bota na thot se kemi bërë një rrugë kaq të gjatë për mirë, përgjigjja e mençur nuk është thjesht krenaria për rrugën e bërë, po është përullësia për të pranuar se kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë dhe po ashtu vendosmëria për ta bërë atë edhe shumë më mirë. Ky është detyrimi ynë ndaj Shqipërisë dhe kjo është fjala ime pas një raporti që më bën sinqerisht krenar për gjithçka kemi bërë, por nga ana tjetër më bind se reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të Flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm. Dhe së shpejti do ta keni dhe ato.